Një nga pyetjet më të shpeshta që më bëhet në Instagramin tim është pikërisht si kam arritur që të dobësohem dhe të humbas të gjithë kilogramët e lindjes. Shumë e thjeshtë. Mjafton të gjeni pak kohë dhe të ushtroheni edhe nga shtëpia. E di që koha këto kohët e fundit është një luks i madh dhe askush nuk e ka sepse jemi gjatë gjithë kohës të angazhuar, por nëse realisht përkushtoheni dhe ndiqni programin me Ilmonën, që të jetë mbështetje të vazhdueshme, ushtrime të ndryshme, regjime ushqimore dhe realisht të mban konsistente. Kur ta provoni, do më vërtetoni që kam të drejtë. Keni ushtrime të ndryshme, mos u shqetësoni, nuk është se do bëni ushtrime shumë të vështira, sepse Ilmona e vendos në bazë të personit dhe jep ushtrimet specifike që ka nevojë dhe konsistenca që është gjëja më kryesore, do me thënë. Ne zakonisht e nisim palestrën dhe e lëm në një kohë shumë të shkurtër, por Ilmona, duke qenë se të përgjigjet në sekond kur i shkruan, të mban gjatë gjithë kohës të motivuar dhe rezultatet që ju vajza do të keni në rast se do të nisni programin me Ilmonën është me të vërtet më e mira dhe më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë, kështu që e falenderoj publikisht dhe gjithashtu ju ftoj që të bëheni edhe ju pjesë e programit. Një nga pyetjet më të shpeshta që më bëhet në Instagramin tim është pikërisht si kam arritur që të dobësohem dhe të humbas të gjithë kilogramët e lindjes. Shumë e thjeshtë. Mjafton të gjeni pak kohë dhe të ushtroheni edhe nga shtëpia. E di që koha këto kohët e fundit është një luks i madh dhe askush nuk e ka sepse jemi gjatë gjithë kohës të angazhuar, por nëse realisht përkushtoheni dhe ndiqni programin me Ilmonën, që të jetë mbështetje të vazhdueshme, ushtrime të ndryshme, regjime ushqimore dhe realisht të mban konsistente. Kur ta provoni, do më vërtetoni që kam të drejtë. Keni ushtrime të ndryshme, mos u shqetësoni, nuk është se do bëni ushtrime shumë të vështira, sepse Ilmona e vendos në bazë të personit dhe jep ushtrimet specifike që ka nevojë dhe për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.